Letërsia shqiptare për të i kufive, suksesi i Agron Shelës në diasporë. Do se vën nga një vend i vogël, letërsia shqiptare çdo ditë dëshmon se ka një zë të fuqishëm dhe të tej një arenë ndërkombëtare përmes autorëve të saj dhe veprave që ka përcjell kufit, gjuhësor, kulturor, ajo po zë gradualisht vendin që i takon në hartën letrare botërore. Një ndër këta zëra është shkrimtari Agron Shela, i cili në krimtarinë e tij të pasur dhe në botimet në gjuhë të huaja po kontribon ndjeshëm në afirmimin e letërsisë shqiptare në diasporë. Botimi i veprës së tij të fundit, Friden mit de Jahreszeit, përbën jo vetëm një arritje personale, por dhe një sukses të rëndësishëm për kulturën shqiptare për te i kufive. Agron Shela, me origjinë nga Leska i Përmetit, është një nga zërat aktiv letërsisë bashkëkohore. Pas studimeve në Tiranë, ai vazhdoi jetën dhe veprimtarinë e tij në Belgjik, ku është mjaft aktiv në jetën kulturore dhe letrare të komunitetit shqiptar. Si autor i shumë veprave në poezi, prozë dhe ese, Shela ka ndërtuar një profil të konsoliduar, duke nisur me romanet si Hapat e Klarës, Për te i perdes gri, Imazh i rrem, tek përmbledhjet poetike, Pasazhi pa faj dhe Kur heshtja flet. Ndër veprat e tij spikasin gjithashtu botime ndërkombëtare dhe shumë gjuhëse si White Stones, Rime Spars, La mia musa, Murmur d'un autre monde, të cilët dëshmojnë për praninë e tij në skenën letrare evropiane dhe në gjuhë të ndryshme. Në fushën e eseistikës, ai ka botuar ciklin Gjyrime universale, esej 1 dhe 2, ndërsa në krimtarinë të mëvonshme ndallohen vepra si Klisania, Mbretëresha e Liçenit dhe Arresa e zogjve të erës. Njëkohësisht, Shela është aktiv në Belgjik në organizimin e aktiviteteve kulturore e promovimeve letrare.